Mbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion, kur të gjithë flasin për politikën, ne do flasim për politikat, e kemi thënë këtë vit, dhe një prej politikave ku duam të mundemi të ndikojmë sa më shumë, ose të dëgjojmë sa më shumë, janë politikat arsimore. Ndodhi diçka e bukur këtë vit, për herë të parë, uroj të vazhdoj gjatë, një fondacion që ka emrin e një ish-ministri reformator, Mirash Ivanaj, dha një çmim për mësuesit më të mirë të Tiranës. U votua në mënyrë publike, transparente, të hapur nga të gjithë nxënës, mësues, koleg, dhe më pas një juri profesionale vendosi pikat mbi, le të themi, dhe para pak ditësh u ndan çmimet. Ishin përfaqësuesit e fondacionit, të Ministrisë së Arsimit që u bashkuan nismës, sepse kam përshtypjen i pëlqeu dhe mendoj ndodhi diçka e tillë kur ka një nismë qeveria, duke si nismë qeveritare, kur e bën privati, është më e pranueshme dhe më e besueshme. Kështu që më pëlqeu që ishin bashkë pa ndërhyrë. Ndërkohë u shpërndan në një emision shumë njohur siç është Djela Shqiptare, ku tjetër përveç se te Arditi ndodhin të gjithë gjërat e bukura. Kështu që u dhan çmimet, unë duke e parë, merri për qarë. Nuk e di pse, mbase nga që jam vajzë mësuesish. Edhe unë ndjeva mirë që mësuesit edhe vlerësohen, edhe simbolikisht, edhe materialisht, edhe publikisht. Mësuesja e cila mori më shumë pika të gjithë dhe më shumë duar trokitje në atë spektakël ishte Majlinda Ziu, drejtoresha e Gjimnazit Sami Frashi. Mirë se erdhe, faleminderit që gjete kohë. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Unë vërtet pata të përlotja në momentin që u duar trokitët juaj shumë, edhe ishte shumë e bukur edhe mënyra se si folët, se si u pritën të gjitha pikët. Ja, ky është fondacioni në emër të cilit u dha ky çmim. Bravo, vërtet, gjithë duar trokitjet për mendimin e këtij fondacioni dhe në fakt është i duhuri. Është realisht një mësues, një ministër reformator si Mirash Ivanaj. E them gabim theksin unë? Ivanaj. Se dëgjoj atje që thoshin Ivanaj. Ivanaj. Ivanaj, jam okay, jam në rregull, po pra, se unë kam 10 vjetra. Është okay. Jam mirë. Dhe vemi tek pikët, që të tregoj ndarjen e pikëve. Jo, nuk është kjo. Është një tjetër foto. Këtë ke ti vetëm, s'ka gjë, do ta gjejmë rrugës. Të lutem e kërkojmë sepse është një tjetër që tregon po renditjen edhe nga votimi edhe nga komisioni. Po, të lutem e kërkojmë. Regjistë se kemi atë foto ndërkaq. Dhe aty dilte që ju ishit më e votuara. Tani si ju than, ju jeni më e votuara në Tiranë, se nuk është pak, më e votuara në Tiranë është. Është me vërtet kënaqësi dhe unë e përmenda dhe atë ditë në sallë, sigurisht emocionet bëjnë vetën. E përmenda faktin që kjo është një nga nismat më të bukura edhe më dinjitoze që është marrë për arsimin, se që ti hedhësh syt nga arsimi, do të thotë hedhësh syt nga e ardhmja, se jo për slogan, por realisht arsimi është ai që përgatit për nesër brezat. Dhe ti kur mbështet mësuesin, kur fuqizon mësuesin, ke mbështetur brezat. Dhe kjo erdhi si një surprizë shumë e bukur për mua. Unë në fakt si vjet jam në vitin e 35 të punës time. Wow, 35 vjetor, pas kanë ardhur të gjitha. Po, është një surprizë, ndoshta ishte edhe themi ndonjëherë si një gur kilometrik për atë që ti bën për ditë, dhe që ti e ke jo vetëm moment kënaqësie, po edhe refleksioni që a jam duke bërë mirë, çfarë jam duke bërë mirë dhe çfarë duhet bëj më mirë. Dhe ky erdhi vërtet në këtë moment që ishte një moment shumë i rëndësishëm për mua. Unë në fakt kam qenë pjesë e një konkurimi dhe më herët që është bërë për mësuesi i vitit në kuadër të Teacher Global Prize në 2017-ën dhe atje kam dalë si mësuesja e vitit për arritjet akademike të fëmijëve. Isha ende më e re dhe kisha një klasë ku jep disa klasa që jepja mësim. Ky në këtë moment ishte surprizë, ishte shumë surprizë vërtet, sepse unë vërtet funksionoi, nuk ti gjë ju? Jo, absolutisht. Unë jam një person që bëj shumë për fëmijët. Jam vetë fëmijë mësuesi nga nëna. Bëj shumë për fëmijët dhe di çdo gjë që ndodh në shkollë me nxënësit që janë të Gjimnazit Sami Frashëri. Jo thjesht çfarë bëjnë ata në klasë, se këto e marrim vesh dhe e kuptojmë dhe e ndjekim, por edhe se si ndihen, çfarë ka nevojë. Drejtoresh kontrolluese domethënë apo drejtoresh? Jo, jam shumë empatike, domethënë vitet në Sami Frashi, unë kam 25 vjet në Sami Frashëri, në 35 vite arsim që kam, dhe më kanë bërë shumë të lidhur me nxënësit e Sami Frashërit, jo vetëm ata që janë aktualisht, por edhe ata që kanë mbaruar,
janë një aset shumë i rëndësishëm që dhe na motivojnë për ditë, që do të thotë që ti lidhesh shpirtërisht. Pra ti do të jesh e interesuar dhe e kujdesur për gjithçka që ndodh me ta, për mirëqenien e tyre, për ecurinë e tyre, për marrjen pjesë në klube, për të nxjerrë ata talentet e tjerë. Që do të thotë jam e lidhur për ditë me ta. Që nga në momentin në mëngjes kur unë çoj emrat në staf, kur them filani grup, filan grup është sot i angazhuar me këtë lloj aktiviteti dhe në vazhdim. Pra, por megjithatë nuk isha në momentet që kisha një klasë ku jepja mësim, që të thotë që të kisha një pritshmëri që do të votohesha nga klasa. Po, sepse në përgjithësi është klasa që... Se është klasa, prandaj dhe e bëra atë paralelin me 2017. Po, që kishet një klasa. Që kisha klasa dhe mundet që të çohej një kërkesë apo një aplikim për mua. Ndërkohë, kur është mbyllur, pra ka qenë një fazë aplikimesh ku propozonin nga mësues, nxënës, prindër, ish mësues, ish nxënës, ish prindër, dhe kur është mbyllur faza, unë nuk e kam ditur, vetëm kur më kanë marrë nga fondacioni dhe më kanë thënë, Zysh Majlinda, urime, je përzgjedhur në një votim që do të vijoj dhe je në një bum aplikimesh dhe fjala që më ka ngelur në mendje është aplikime shumë domethënëse. Vërtet i them unë, se unë tani nuk duhet se jam pak emocionale. Vërtet i them unë jam shumë e lumtur në këtë moment, sepse... Ku ishit ju kur më morën telefon? Unë kam qenë në shkollë, në fakt, dhe kishim një aktivitet atë ditë, ishim në kuadrin e festivalit shkencës edhe kishim disa njerëz, i kishim dhe në shkollë, përveç atyre që kishim të shkollës, dhe isha duke marrë me organizimin. Dhe i thash jam shumë e lumtur për këtë gjën, sepse jam në vitin e 35 të punës. Dhe të më thuash një lajm të tillë, tha po ata më të votuarit tha do hyjnë në një proces votimi, 10 për çdo kategori. Dhe ata pastaj do të votojnë, se si shkon më tej thash nuk dua t'ja di fare. Po deri këtu por që në këtë moment unë më i kanë shkuar mendja, ish nxënës, ish prindër, ish do të thotë që sepse këta votonin praktikisht. Pikërisht, ata aplikonin dhe thonin unë për shembull aplikoj për Zysh Majlindën, sepse në vitin që unë kam qenë, më ka lënë gjurë, më kanë ndihmuar për këtë, domethënë ishin me të vërtetë shumë aplikime që mua më kanë mbushur zemrën. Nuk e them për slogan, unë nuk jam dhe natyrë slogani. Sa bukur. Ata që më njohin e din shumë mirë, jam shumë e drejtë për drejtë. Jo, i pashur, po ishte një moment. Ishte shumë pak kohë. Ishte shumë pak kohë kur ata aplikuan, më thënë fondacioni bëri lajmërimin, unë i pash momentit që u lajmërua dhe më pas shumë shpejt njerëzit po pra, ishin shumë të angazhuar. Dhe kjo gjëja është vlerë shumë e madhe. Që do të thotë që një shoqëri, që ndoshta ne ndonjëherë themi shoqëria që vrapon, që nuk e ka mendjen ke mësuesi, po ja pra që e kishte mendjen. Të vlerësonte atë mësuesin që i kishte lënë gjurmë. Shumë e bukur momenti që ata vën emrin e tyre, se s'vë thjesht votën, si vë emrin, tregon historinë. Emaili ishte edhe me, pra ishte identifikueshëm, qartazi identifikueshëm. Nuk bëhej dot kështu me. Jo, absolutisht. Dhe ndërkohë përveç kësaj, pastaj vinte një juri profesionale ku merrin pjesë ministria, domethënë kanë përshtypjen kishte kritere të tjera. Kishte kritere, pra përpos pëlqimit të publikut, pra ishte numri i votave që ke marrë dhe pastaj në 10-ën brenda një kategorie, se ishin 30 nëse i referohemi 3 kategorive, dhe brenda 10-ës 3 më të votuarit do të kalonin, pra quheshin atë top listën që do kalonin para komisionit në një intervistë që tek unë zgjati rreth 35 minuta.